Floriana Koka, kryetarja e Bashkisë së Sarandës, paditet për shpërdorim detyre nga kontrolli i lartë i shtetit, së bashku me ish drejtorin e shërbimeve publike dhe 3 antarë të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, si edhe 2 mbikëqyrës punimesh. Së bashku këta persona në shkeljet e ligjit ka shkaktuar një dëm ekonomik prej 129.4 milion lekësh. Pas auditimit të KLSH rezulton se kryetarja Floriana Koka, në cilësinë e titullarit të autoritetit kontraktor, ka bërë likuidime pagesash në shkeljet e ligjit për investime të pakryera, pra punime fiktive në vlerën e 64.4 milion lekëve. Investimet e stacionuara i takojnë 2 objekteve të prokurimit për zëvendësimin e tubacionit të ujësjellësit në stacionin e Vrionit me vlerë 34 milion lekë dhe përmirësimin e rrjetit të ujrave të zeza në zonën Hotel Butrintit deri në kanalin e Çukës në vlerën e 30 milion lekëve, pra të likuiduar 5 ditë përpara lidhjes së kontratës. Ish drejtori i shërbimeve publike Pollum Halimi prej 6 muajsh në pension, gjatë kohës kur mbante këtë detyrë, konstatohet se ka shkelur procedurat dhe ligjin për marrjen në dorëzim të punimeve të pakryera me dëm ekonomik 50 milion lekë. Të paditur janë edhe Eneron Gjoni, drejtor juridik në cilësinë e kryetarit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, dhe Teuta Stroka me detyrë drejtor ekonomike në cilësinë e antarit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. Në 3 procedurat e prokurimit publik, këta zyrtarë kanë shpallur fitues operator ekonomik të cilët nuk plotësojnë kriteret për kualifikim, duke sjellë një dëm ekonomik prej 481 milion lekësh. KLSH për të gjitha shkeljet e konstatuara ka dërguar në prokurorinë e Sarandës dosjen për zyrtarët e lartë mbi të cilët rëndon vepra penale, shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tender apo ankande publike dhe shpërdorim detyre.